Po du me pyet Bajram, pse të kritikojnë, të ofendojnë, shajnë kaq shumë? Kritika konstruktive apo janë për inate personale, janë për shkak që njëri prej gazetarëve në herë të ka lyp në numër të lojtarit, ti s'e ke dhënë për shkak të respektit me futbollistin, për shkak që dikush të ka lyp informata të shpejta e të mshefta e ti nuk i ke qit. Se ki respekt për punën që e bën edhe mas nej, kur ai gazetar ka provu 3 herë me marrë një informatë se një favor prej teje, nuk e ka marrë atë favor personal, atëherë e ka zgjedh atë formë, kanë shku deri aty unë e bëj formacionin, unë e bëj i ftoj lojtarët. I në bu 7-8 trajnera sa janë bota shprej Albertit, është e pabesueshme veç se secili prej trajnerëve lejon që unë më au bë formacionin, unë mi thirr lojtarët. Ti dash me kon shumë i mëshëm që ata me të ty këshilla. Unë përshim shumë i mëshëm, s'kam asnjë pikë dyshimi, unë shumë i mëshëm. Mirë po idiotizmi edhe paftyrësia këtyre gazetarëve është që kur na fitojnë, asnjë meritë është e jamja. Kur na hupim këtë poetin të mijat, mos më shtyn anë që nisi bona pak më agresiv se sa duhet. Vjella Peter Hek. Bona më agresiv se sa duhet. Unë e kupton grabit kushtimisht. Përshëndetje për këtë shkues të transferimeve sot jena te kampi nacional në Hajvali. Afër meje është një menaxher, po jo i futbollit, po i kombëtarës së Kosovës, Federatës Futbollit të Kosovës. Është dikush që kritikohet shumë shpesh, edhe kjo është arsyeja pse kom thirr sepse unë kam pikë dopt ndaj njerëzve që veç shohin, po s'reagojnë. Bajram Shala, faleminderit shumë për kohën. Me kënaqësi. Shpresoj që të na shkojë mirë. Po kismet. Bajram derisa më pyet fillimisht, ç'është po shkon puna? Po mendoj ki disa vite që je në Federatën e Futbollit të Kosovës, ç'është kishe tani po kufizu këtë periudhën tonë në punë. Po besoj që po shkon mirë edhe pse puna në futboll vazhdimisht kërkohet rezultat në futboll dhe nuk mjafton as edhe një herë ajo që është bodja me mbulu një mungesë rezultatit aktualisht. Mirë po besoj që për gjatë prej 9 viteve që jam zyrtarisht pjesë e federatës, edhe pse me ekipin kombëtar kam filluar pak më herët, gjithmonë kemi rrugtu duke shënuar progres, jo vetëm në aspekt të rezultateve, por edhe në aspekt të ngritjes së përgjithshme të organizimit të ekipit dhe detajeve të tjera që mbase nuk shihen gjithmonë për publikun, kurse rezultatet futbolli është i tillë. Rezultatet shkojnë herë lart herë poshtë, ka pas periudha të jashtëzakonshme, kemi pas seri të jashtëzakonshme të ndeshjeve pa humbje, kemi pas dështime të mëdha, sepse ato s'mund të mohohen në aspektet të rezultateve, por në aspekte të tjera besoj që kemi pasur një progres konstant dhe kjo është më e rëndësishmja, edhe besoj fuqishëm në fakt, jo vetëm shpresoj, por besoj fuqishëm që kjo është rruga për zhvillimin e futbollit përgjithsisht në Kosovë, por sidomos të ekipit kombëtar dhe përfaqësimit në një garë të nivelit më të lartë që akoma mbetet anë rajon. Para se më dalë të pjesa e temi konkrete e lojës rezultateve, po du me pyet Bajram pse të kritikojnë, të ofendojnë, shajnë kaq shumë. Është për çudi, po mendoj unë e di që themi tifozët, njerëz të futbollit, audienca kanë tendenca që domon me kritiku, po më duket që ti asnjëherë s'ke reagu. Qoftë në emissione, postime nuk ka që të kom pa shpesh, që u bën ballë se goxha ron ka shkojnë, të kom pa që të shajnë goxha shpesh. Pse? Besoj që një për arsyeve pse më kritiku kaq shumë është që në një farë forme më kon imazhi i ekipit kombëtar për të mirë ose për të keq, e sidomos në momente të vështira kur është kërku me dal, nuk jam friksu, nuk kam hezituar dhe kam dalë dhe kam marrë përgjegjësi spaku publikisht nështë edhe për te atyre kompetencave të mia që janë të brendshme rreth ekipit, edhe nuk jam shef asnjëherë mas kërkujt, as mas trajnerëve, as mas kërkujt tjetër, por kom dalë dhe kom fol. Një për arsye pse kritikona është po ashtu fakti që jam edhe pjesë e mediave, jam pjesë e televizionit edhe jam më së lehti i atakueshëm për arsye të ndryshme. Qoftë fuqish për punën që e bën. Absolutisht që nuk është dashur mirë, po kjo është mënyra që zhveprohet te na disa le të themi kolegë për arsye të ndryshme, hakmarrje personale, inate personale se çka do tjetër, edhe për faktin që për ta ka qenë më lehti me i adresu shumë kritika, edhe komplet pa vend me i adresu te unë. Kështu që në atë formë opinioni është kriju. Po kështu të bëjmë përshtypje më duket hiç. Nuk është që s'të bëjmë përshtypje hiç, po të bëjmë përshtypje kur e din veten, e din punën që e bën, je konform në pozicionin dhe në punën që e bën, atëherë fjalët edhe kritikat e tilla normalisht që ndikojnë më pak, sepse e din edhe e ki siguritë plot që je duke kryer punën tonë në mënyrën më të mirë të mundshme në rrethanat edhe kushtet në të cilat veprohet. Marrësisht për kujt vijnë ashta kritikat. Absolutisht që po, edhe po ashtu shumë e rëndësishme edhe prej kujt vijnë kritikat, cilat janë qëllimet, a janë qëllime komplet të shëndosha edhe që janë për të mirën e ekipit kombëtar të Federatës Futbollit të Kosovës. Kritika konstruktive apo janë për inate personale, janë për shkak që njëri prej gazetarëve në herë të ka lyp në numër të lojtarit, ti s'e ke dhënë për shkak të respektit me futbollistin, për shkak që dikush të ka lyp informata të shpejta e të mshefta e ti nuk i ke qit. Se ki respekt për punën që e bën edhe mas nej, kur ai gazetar ka provu 3 herë me marrë një informatë se një favor prej teje, nuk e ka marrë atë favor personal, atëherë e ka zgjedh atë formë. E për çfarë arsye nuk është që fort më bojnë
përshtypje e keqja është që krijojnë opinion në popull, opinion të rrejshëm edhe plotësisht gabueshëm, mirë po njerëz në fundit nuk bën me u ndiku prej askujt dhe do të me gjyku me kokën e vet, do të me gjyku me zemrën e vet, do të me i kriju mendimet e tyre vet. Ata që bien në ndikim të cilit do qoftë, a gazetar, a medium, a kujt tjetër, është në domenën e tyre. A mos ka gjasa Bajram që është kriju një keq kuptim, sepse njerëz shkojnë futboll, tifozë shkojnë futboll, po jo këtë e dinë kush është për shembull trajner sa në tjera. Për ty e dim që je menaxher i Federatës së Futbollit, a mos e kanë ngatruar pa hir këta që po çojnë që je menaxher i ekipit, e ti zgjedh lojtar. Jo, këta nuk e kanë ngatruar kështu, opinioni se kanë ngatruar kështu, po e kanë prezantuar në këtë formë shumë gazetarë dhe shumë media që kanë dashur me prezantuar në këtë formë edhe pas parasysh nivelin e atyre gazetarëve, nivelin edhe integritetin jo vetëm profesional, po edhe personal të tyre, kjo është një prej arsyeve pse kur s'kam reaguar, sepse janë njerëz që seriozisht nuk e meritojnë me ju kritiku, me ju reagu. Janë njerëz që seriozisht kanë tentu në këtë formë me u faktorizu, jo vetëm me mua, po edhe me plot njerëz të tjerë, nëpërmjet kritikave, vend e pa vend, nëpërmjet situatave të ndryshme, me fitu pak poena duke hyrë polemika dhe për këtë arsye s'kam dashur kurrë me avdhon atë kënaqësi dhe nuk ja jap kurrë atë kënaqësi, edhe nuk ju reagoj kurrë njerëzve të tillë, sidomos kur kritikojnë pa asnjë lloj baze, kanë shku deri aty unë e bëj formacionin, unë e bëj i ftoj lojtarët. Në bu 7-8 trajnera sa më bëu tash prej Albertit, është e pabesueshme për që secili prej trajnerëve lejon që unë më u bë formacionin, unë mi thirr lojtarët. Ti dash më kon shumë i mëshëm që ata më të ty këshilla. Unë përshim shumë i mëshëm, s'kam asnjë pikë dyshimi, unë shumë i mëshëm. Mirë po, absolutisht mirë po, po ashtu është e pabesueshme që një 50-100 lojtarë se na i kemi pas për këto 9 vjet, edhe 6-7 trajnera, edhe gjithmonë gjithçka me usil prej meje. Kjo kallëzon që ato kritika janë komplet të patru. E veçanta edhe budallakia tjetër, unë nuk lypi kur nuk kom lyp merita për rezultatet në fushë. Po idiotizmi edhe paftyrësia këtyre gazetarëve është që kur na fitojna, as një meritë është e jamja. Kur na hupim këtë pajetin të mijat, po e përsëris prap kur nuk lypi as edhe një meritë sepse nuk më takojnë. Meritat për fitoren fushën futbollistëve krye kput edhe masnej të trajnerit të shtabit teknik, të kërkuj tjetër. Kur nuk i lypi ato merita, po shumë e çuditshme që sa hupim gjithmonë është faji jam, sa fitojna. Më kujtohet kur nuk është. Domethënë pethojna shlirt. Franco Foda, trajneri që ka qenë Austrinë në Euro 2020. Nuk është dashur me ty këshilla që na ta ski licencë për trajner. Pas nuk lyp. Kështu që pe konfirmojmë nuk ka licencë. Pas nuk lyp, jo për trajner jo. Për trajner jo, për komplet gjëra tjera që i bëjnë federat, po normal. Tash dalim bashkë kjo pjesa. Po për trajner jo nuk kam licencë, edhe jo as Franco Foda, as Primož Gliha, as Alen Xhiresi, as Bernard Shaland, as Albert Bunjaku, as njëri prej tyre. Nuk kanë lyp asnjë këshill të tillë prej meje. Thjesht i kanë bu listat e lojtarëve, i kanë bu formacionet. Njerëz dojnë me përshkruan këtë formë, ne të përshkruajmë. Nuk më jam mush me anën kërkujt për diçka që do ne besoj. Tash ku jam direkt te pjesa që e bën ti. Domethënë unë si e njoh futbollin, themi që diku 20 vite, selektori apo trajneri i shtetit, kombëtarës, përfaqësues, i selekton themi lojtarët, i nuhat, i kontrollon, i monitoron. Ku vjen Bajrami këtë rast? Ti e bën kontaktin final? E delegon procesin apo ç'është që apo absolutisht po selektorët, sidomos që prej Albertit e tuti na gjithmonë kemi pas selektorë të huaj. Detyrë e federatës, jo vetëm apo komplet njerëzve që merren me ekipin kombëtar në federatë është që gjithmonë me i informu selektorët për secilin lojtar kosovar, kudo në botë. Edhe këto e bëjmë gjatë tërë kohës. Në momentin kur kemi folur me Franco Fodën, kur jemi ulë takim, unë i kam prezantuar atij një listë me 70 më shumë lojtarë që janë kandidat potencial për të qenë pjesë e ekipit kombëtar. Edhe aty e tutje e merr situatën në kontroll. Kjo listë është formuar nga të kaluar, nga futbollistët e kaluar që kanë qenë pjesë e kombëtarës, ose lojtarë tjerë që janë potencial duke luajtur në cilën do ligë në Evropë, por edhe për te Evropës, edhe po ashtu edhe emrat interesantë që janë prej Ligës Kosovës. Edhe ja kemi dorëzuar atë listë. Aty e tutje është komplet, ka qenë gjithmonë komplet kompetencë e trajnerit. Pastaj edhe për lojtarët e ri që kanë hyrë në atë listë, që janë zhvilluar ndërkohë, janë lojtarë që trajneri i shen gjithmonë vet. Pastaj rreth 20 ditë 15 ditë, 20 ditë, varësisht prej situatës, para grumbullimit, trajneri e dërgon nëpërmjet emailit, ajo shumë lehtë e vërtetueshme, një listë e futbollistëve që don me i ftu. Aty e tutje, unë filloj kontaktet me klubet, filloj kontaktet me futbollistin, njoftoj që trajneri i ka përzgjedhur për të qenë pjesë e ekipit kombëtar, fillojnë procedurat që janë normale dërgimi ftesave, kanalizatori mes trajnerit dhe lojtarit të kontaktit që më bë. Absolutisht që po, pastaj fillojmë normalisht procedurat teknike të ardhjes, fluturimeve, vendosjeve në hotele, këto që janë detaje jo fort të rëndësishme edhe dalim të pjesa e ftesave. Bajram desha më pyet pak më herët kur u prezantuam, tha që ka pasur dështime. Po besoj që dështimi ki fjalën të ndeshja e play-offit në tetor 2020 ndaj Maqedonisë Veriut. A mendon që dështim është se ka humbur Kosova? Kur e thash atë fjalë, më fal që po ta ndërprer pyetjen, loja e parë që më shkoi mend është barazimi me Andorrën në shtëpi.
na mujna çka do me thonë, në çfarë do arsyetimi me thonë, barazimi me Andorrën shpe për një ekip të nivelit të Kosovës është dështim. Po Nisë ashtu ka shumë kombëtarë që kanë dështuar në emrin e ekip doft. Unë felicitoj me dështim, fal që po them. Unë marr dështim. Jo, po do të pyet tash këto pritshmëri që krijon. Unë e di që ka pas pritshmëri sidomos në këtë ciklin e fundit kualifikues që Kosova më shkon në Europian. Po a është dështim, themi kur dështon më shku Kosova në Europian, sepse keni pas ju pritshmëri, apo themi tifozët e kanë kalkuluar që do shteti më adopta se na, sepse 2020 kthehemi te ndeshja me Maqedoninë në tetor, kena humbur kundër Maqedonisë Veriut, është cilësuesi që janë akoma më të mirë, okay, ka dështu. Po në këtë rast, a është gënjem, zja pa ma kupton pyetjen, a është gënjem kur pritshmëritë e tifozëve bijnë, apo kur ju si federat ose kombëtarja shtetit përfaqësues e kanë ngritë si kaos? Jo, benoj që federata, njerëz kompetent në federat për ekipin kombëtar, shtabi teknik dhe futbollistët i përcaktojnë objektivat real. Edhe në këtë aspekt, në mënyrën se si kemi qenë, në formën që kemi qenë, në vitin 2018-19, ka qenë reale nga gjithë ne që të pretendohet kualifikimin në kampionatin evropian të vitit 2020. Paktën përmes play-offit Nations League. Përmes play-offit Nations League, sepse në kualifikimet e rregullta ka qenë jo reale të mëtohet ta kalojmë Anglinë ose Çekinë, pse kemi qenë afër. Pse kena poshtë. Na kemi udhëheq, po e kena mund Çekinë Prishtinë, kena udhëheq deri minutë 70 në Pëllzën, na kemi qenë shumë afër me arrit ato. Mirë, po nuk ka qenë reale me aspiruar në një grup me Çekinë, me Anglinë, por edhe me Bullgarinë, me Malin e Zi që janë kombëtare me shumë tradite, më të mëdha se na me pretenduar me u kualifiku. Përkundër kësaj jemi afruar shumë. Mandej çka ka ndodhur pandemia edhe lëndimet e futbollistëve. Janë disa gjëra që është e pamundshme me i parashiku edhe me i kontrollu. Forma momentale e futbollistëve është ajo që e bën dallimin në ekipin kombëtar. Sepse në ekipin kombëtar flasim 5 grumbullime ka 7-10 ditë. Nëse ato 10 ditë në atë periudhë i ke pas lojtarë në formë, ki me shku mirë. Nëse si ke pas lojtarë në formë është e pamundshme. Në lojën në Maqedoninë për cilën ti po flet, janë një javë. Mas asaj lojën kom qendruar mbyllur në shtëpi. Kom qenë në një farë është hera vetme nështë kur kom qenë një farë depresioni. Qas i madh ka qenë zhgënjimi, qas të maja kanë qenë pritshmëritë. Nuk e dija mujna me i thonë dështim për shumë arsye. Arsyeja kryesore është mungesat e mëdha të futbollistëve që ne kemi pas. Me Maqedoninë kemi luajtur pa 5 prej 11 lojtarëve startues të asaj kohe të ekipit kombëtar. Ramani Ashiza Moriçi më manon 3. Herolind në fakt Hekuran Kryezeu ka mungu edhe kush ka mungu edhe jo Mergimi ka qenë. Edhe Kurani ka mungu më duket. Këta 4 kanë qenë për ekipit. Edhe Arbri. Jo, Arbri ka luajt. Arbri ka luajt në atë ndeshje. Po kanë pas edhe mungesa të tjera lart, Paçaradas ka qenë, po ashtu që ka qenë lojtar shumë i rëndësishëm i kombëtarës. Po, jo, Florenti ka luajt Wenger i djathtë, Mergimi ka luajt mbrojtës i djathtë, Benjamini ka luajt mbrojtës i majt, Kololli ka luajt mbrojtës i majt në atë lojë. Në qendërmbrojtje kanë Mergimi, Fidani me Dresheviqin, me Ibrahimin. Po du me thonë që mungesa lojtarëve ka ndikuar jashtëzakonisht shumë. Jashtëzakonisht shumë, po flasim për kapitenin edhe 40 kapitenet e parë. Po flasim për Amir Ramanin, për Vedat Muriçin, edhe për Hekuran Kryezeun e Miliot Rashicën. Futbollistët kanë qenë jashtëzakonisht të rëndësishëm për neve në atë kohë. Arber Zeneli sa ishte kthy nga lëndimi në atë periudhë. Po flasim po ashtu për lojtarë tjerë që nuk kanë qenë formën e vet më të mirë të mundshme në atë periudhë, sepse kanë pas dikush lëndime, dikush nuk luante shumë në klubet e veta, sikur që ajo ndeshje të luajë, që ka qenë programuar me luajt në mars të vitit 2020, kur situata ishte komplet ndryshe, lojtarët ishin shumë në formë. Tash është jetë me gjithë arsyetime, se kur nuk arrihet një qëllim, mas ne kërkojnë arsyetimet, mirë, po kjo është e vërteta. Edhe shtyrja ndeshjes fillimisht më duket të shtyr për qershor, mas ne u shtyr për tetor. Ka ndikuar jashtëzakonisht shumë, edhe ka qenë shok edhe dhimbje shumë e madhe në aspekt sportiv. Në aspekt sportiv në dy vjet na ka qit. Po duam me prapë të pritshmëritë Bajram. Kuptohet na kur flasim për Kosovën, është dashur kushte normale që me qenë nacional mi krahasu me shtetet para që kena. Thon Lenana Shqipërinë, kena Bosnjën, Malin e Zi, Maqedoninë, edhe themi kuj shqitan. Tash na kena 9 vite, tash bëjmë 9 vite që na pranuar në UEFA në FIFA. Tash për shembull kena Kroacinë që ka bënë për jashtim se sopat pranuar në FIFA UEFA mas themi. Me kon kualifiku Kroacia. Po, kuptoj. Vesh jo, se njerëz e keq përdorin këto për 98-ën edhe para 98-ës në Euro 96. Mirë, po ajo gjenerate lojtarëve të Kroacisë në Euro 96 edhe në kampionat botëror 98 ka qenë baza e kombëtarës të Jugosllavisë, që në vitin 1987 kanë fituar kampionatin botëror. Shukjen Madrid, Bebani, Milan, këta. Po para se me shku Madrid, Milan e Anek, kur kanë qenë Crvena Zvezda, Dinamo Zagreb. Kampion të Evropës, Jo kampion të Evropës. Po, unë po flas gjenerata e futbollistëve të Kroacisë që ka shkëlqyer në Euro 96 dhe në botëror 98 ka qenë baza e
kombëtarës të Jugosllavisë në 87-ën kur e ka fituar kampionatin botëror për U21 në Kiel. E tash çajo vjeshmëri normalisht që është bajtës, mundesh me prit nëse suksesi prej Kosovës. Po thash ti më shumë. Nuk po flas për ty, po flas për opinionin apo për mënyrën që është prezantohet kur dojmë na bëj presion. Jo, ç'ky është problemi që më thonë. Për shembull, kena veç Bosnjën që mas shkputjes Jugosllavisë ka shkuar botëror në 2014-ën. Pastaj kena Maqedoninë e Veriut që shkoi vend tonë në 2021-ën. Mali zi, okay, s'ka arrit. A mendon që duhet domosdoshmë u kshir sa vjet janë pranu që me lidh to me kualifikim apo është momentumi, ka detaje të tjera, jo, ka detaje të tjera dhe niveli i futbollistëve nuk mundet me u mohu. Na kemi futbollistë me nivel të mirë. Mirë, po përvoja e gjithëmbashme si ekip, përvoja individuale e futbollistëve, përvoja e Federatës Futbollit të Kosovës, kushtet në të cilat veprohet, infrastruktura, tradita, tifoz, gjithçka vjen shprehje në momente delikate. Na e kemi pas kontroll lojën me Çekin ndoshta për një 50 minuta. Kemi udhëheq. Sidomos kur bëni edhe golin e Kemi udhëheq minutë 55, më duket e ka shënu Adheu golin pas krosimit Hadërgjonajt. Edhe kemi qenë rivali barabartë. Mirë, po aty vjen shprehje dallimi. Na kemi udhëheq 1-0, edhe mungesa e përvojës të lojtarëve ton kanë diku na udhëheqshim 1-0, u kualifikoheshim në Europian, del këtë topin out lojtarët ton shkëshin sprint me marr topin me nis lojën. Po janë detaje që nëse po flasim për detaje edhe për çka e kompleton një mozaik të gjanave që duhen me qenë në vend të vet për me umrin një suksesi të tillë. Na nuk kena ditë as me lujt flest, as me zhagit lojën, se lojtarët kanë qenë 3. Tash e kemi një grup lojtarëve me shumë përvojë, kemi do lojtarë 30 vjet në moshë, po kemi do lojtarë që po luajnë ligat të alta, që po luajnë nivele më të larta. Që kanë paktën 7-8 vite me ekipin kombëtar, kanë edhe përvojë të përbashkë si ekip, edhe përvojë të madhe individuale tash. Edhe Vedat Muriqi, edhe Milot Rashica, edhe Amir Ramani, edhe Valion Berisha, edhe Fidan Aliti, edhe plot lojtarë që tashmë kanë bërë shumë përvojë, edhe ata janë shumë të rëndësishëm. Do thonë që ky cikli që vjen tash është vendimtar temi Suedi, Zvicër dhe Sloveni. Që ky edhe 2 vitet pasuese është kulmi i kësaj gjenerate. Normalisht se këta më veç plakan edhe këta janë të vetëdijshëm. Këta e kanë të qartë që është momenti kur ose duhen me dhënë gjithçka ose mesin pa kur gjë. Edhe shkojnë pe ekipit kombëtar se mosha nuk i lejon me qenë pjesë e ekipit kombëtar. Kështu që njerëz prej jashtë bujnë presione të ndryshme, herë lidhen me Kroacinë 96-ën, herë lidhen me Serbinë, herë lidhen me ato Greqinë në 2004. Që nuk është shumë reale, po veç këshiresat kombëtare të Greqisë që ka qenë 2004, ku i kiri lojtarë të lut. Ke pas shumë të lojtarëve nivelet në. Karisteas, Verder, Karagunis Inter. Karagunis në Inter, ky Teo Zagorakis në Bologna, Dellas në Rom, po. Trajanos Dellas në Rom, Nikopolidis në Olympiakos e Panathinaikos, po flasim për klube që edhe Olympiakos që po kampion me Kaiserslautern. Po flasim për nivel të lartë, nuk mundesh rastësisht në atë nivel me shku. Mas ne edhe ekipin e kombëtarët të Islandës kualifikimin në 16-ën, në 18-ën. Po ashtu janë kon lojtarë që ndoshta s'kan qenë në top klube, po kanë pas nivel të mirë, prap. Tash na jemi çaty diku. Jemi që aty diku afër ose pak më lart me nivel të futbollistëve, nivel individual. Ajo që është e rëndësishme është që atë shkatësi individuale të cilit lojtar, shtabi teknik, edhe njerëz përreth shtabit teknik në federat, me mujt me e shkri në një lojë kolektive, ekipore që mundet të pru rezultate, edhe ky është qëllimi që është me Franco Fodën. Po. Bajram, dojna më dalë të pyetjet publike, të kena pas pyetje në Facebook, në Instagram, edhe po ashtu në profilet tona private. Është a jeni duke bërë hapa konkret me Arjan Ibrahimović apo edhe ky do të na ikë nga duart se shumë tjerë? Asnjë lojtar kosovar që ka pas mundësi me luajtur për Kosovën e që na nuk i kemi kontaktuar se ofru mundësi me luajtur për Kosovën nuk ekziston. As edhe një. Po e përsëris për të disatën herë. Secili futbollist që ka ndaj lidhje me Kosovën, që ka pas mundësi me luajtur për Kosovën, e ka pas derën hapur me luajtur për ekip kombëtar, edhe kemi ofruar gjithçka që mund t'i ofrohet një futbollisti për me luajtur me ekipin kombëtar. Nuk bën për jashtë Arjan Ibrahimović. Arsye pse kanë refuzuar kalkulime karrierë apo? Kalkulime në karrierë, vendime personale, nuk kanë të bëjnë as me këto vendimet patriotike me luajtur për Shqipërinë. Agjentat apo ndikojnë? Agjentat po ndikojnë shumë, sa ata ja drejtojnë karrierën. Pe lidhen është shtetin me ekip. Absolutisht që po, nëse ti luan për Gjermaninë, e ki shumë atjet me marrë transfer në një klub Bundesligës, nëse luan për Zvicrën, absolutisht që po, e ndikon tepër shumë. Kështu që në këtë aspekt edhe me Arjan Ibrahimovićin kemi tentuar disa herë, kemi pas kontakte, edhe të shohim se çfarë do të sjellë ardhmja, edhe për të edhe për lojtarë tjerë. Kena një pyetje për temë njëjtë, pothuajse nga Sami Bacaj, pse nuk i djegt Baton Zaberçen edhe Arjan Abdullahun, se po na vjedh Armando Duka. Lirionin. Po ato e mendim, po na vjedh, s'po di është. Apo i vjedha.
Mos më shtin anë që nisi bona pak më agresiv se sa që Apo i duhet. vjell apo i tërheq. Bona më agresiv se sa që duhet. Unë e kupton grabit kushtimisht. Qështë du shtoj, efektin në fund është i njëjtë. Çështja e djegës lojtarëve nuk ka qenë as edhe njëherë një prej politikave që federata e ka njek, e mbi të gjitha nuk ka qenë vendimi asnjërit prej trajnerëve që na e kemi pas, sepse inkuadrimi në lojë të futbollistëve është kompetencë 100% e trajnerit. Edhe na as edhe njëherë nuk e kemi njek atë politikë që njëri prej trajnerëve me bind me djeg as këtë lojtar as atë lojtar, sepse qëllimi është i thjeshtë. Nëse një lojtar e nin Kosovën, ai lumë për Kosovën. E pret rastin e vet. Me lut dorën zemër. Jo, nuk është puna me lut, po e pret rastin e vet dhe lumë për Kosovën. Edhe Lirioni ka qenë i mahnitur me ftesën që e ka pas në ekipin A, ka qenë i mahnitur me pritjen që ja kanë bëu bashkëlojtarët, ka qenë i mahnitur me gjithçka që ka gjetë te Kosova, edhe çasi lojtarë vin Kosovës. Lojtarë që e dojnë me shpirt edhe e përjetojnë qaq fuqishëm ndjenjen e të luajturit për ekip kombëtar. Ka pak ankesa dhe me ke ka 16 vjet, po besoj që përgjigja më mirë është Lamine Yamal, që s'ka lidhje sa veti ka, apo. Ajo është. Megjithëse kjo s'luaj ti po prap. Çështja është shumë e thjeshtë. Ata lojtarë që e bindin trajnerin, ata lojtarë vinë. Lirian Abdullahun, Eliot Bujupin paraprakisht e ka përcjellë dhe Franco e ka përcjellë dhe Thomas Crystal që është asistenti i parë. Kanë shku, i kanë kthyer në ndeshjet e tyre. E kuptoj që Lirioni ka ardhur goxha më e ri duke luajtur me ekipet e grup moshave në Stuttgarter Kickers, krejt ato mirë, po kjo ka qenë bindja e trajnerëve dhe po ashtu kanë herë do lojtar trajneri i merr thjesht për me integru ka dalën ekip. Jo me llogaritme një herë në ta. Po. Edhe Lirioni ka qenë Lirioni besoj që ka qenë një prej këtyre e ka pas këtë rrugtim në ekipin kombëtar, shpresojmë që e ka pas këtë rrugtim në ekipin kombëtar. Mirë, po na nuk i lipim sqarime selektorit pse këto e pse jo këto. Kena një pyetje për ty personalisht, a ki kontakte me ish trajnerët, më thonë të Kosovës, nëse po me cilin më shumë, cilin e ke pas më herën? Kom kontakte me Garantë në Gjebunjakun, po s'do të thonë për edhe me Albertin, po edhe me Bernardin, po me këta dy kom mas shumë ti kontakte, por kom kontakte me trajnerë tjerë. Zhiresit para pak kohë ka vdek nona. Okej. Që pak një farë çuditje se koçaj vjetër është vet. Zhiresit nona. Po de? Okej. Kështu që po kom kontakte, edhe i kom shprehë ngushtime, kom kontakte me ish trajnerët, mas shumë ti kom me Bernardin. Me Bernardin kom mas shumë ti kontakte, i ka pas të lashë shëndetësore kohëve të fundit, tash është mirë. A ka mujt tash kjo pyetje për me, mos e përmend, a ka mujt Shallandës me ndiku ndoshta pak tek ta lojtarë që luajnë në Zvicër, jo në Zvicër në kombëtar, po në ligë Zvicrës? Ndoshta jo mi josh më thon, po që me provon kom as kohë. Besoj, edhe pse nuk është që pothuajse 3 vjet e gjysmë na. Hala i përcjell lojtar ton. Hala sugjeron ai një prej lojtarëve që do të kyre nëse ky mundet me qenë interesant. Po flasim për lojtar matri, edhe hala kur i ka mundsinë flet me ta dhe provon me i bind që zgjedhja atyre duhet me qenë Kosova. Djalosh u kon Shallandës apo për mua. Burri mirë, djalosh nuk e di se ja 70 kusuri atë ko. Kristiani po pyet për ty, a është më vështirë me organizu para lojën në Prishtinë apo si mysafir kur lyn? Pjesën teknike kuptohet. Çfarë, Kristiani është një prej tifozëve që vjen me përcjell ekipin kombëtar pothuajse çdo ku luajm. Edhe është një prej njerëzve që bën goxha shumë për promovimin e Kosovës si shtet në përgjithësi, por ndryshe në aspekt të organizimit, kur luajm Prishtinë, përgjithësia e Federatës së Futbollit të Kosovës është shumë më e madhe, mirë, po Federata e Futbollit të Kosovës e ka një ekip të tonë të njerëzve që merret me organizimin e ndeshjeve në stadiumin Fadil Vogri. Kështu që personalisht për mua, normalisht që ka shumë punë kur luajm jashtë. Është edhe hoteli, është edhe fleturimi, është edhe kontakti me Federatën Nikoqir, është kontakti me UEFA në mediat, ka shumë punë në ndeshjet kur luajm jashtë, për mua personalisht. Mirë, po si proces, normalisht që ndeshjet në ka më shumë emocion jashtë se diçka këtu këtjena me Kosovën, kur je jashtë. Mund të pas shumë emocion jashtë. Jo, në kuptimin që nëse fitojmë mysafir, diçka ku të kthehet. Po, ta jap një farë kënaqësie ndoshta goxha të madhe që e mposhtë dikon në shtëpi vet ose çka do, mirë, po si emocion. Ajo që transmetohet nga publiku, ajo që transmetohet nga 13.000 pranishëm stadiumin Fadil Vogris, mundet me u gjetë kërku tjetër. Po. Kena një pyetje nga dikush që unë s'kom njoh, fakt më ka shkruar privat, Lumbar Zariçi, ka thonë, pse nuk po arrin me fitu ndaj Blues në terminin e të hënës. Ka thonë që kam të bëj me kesh shumë, po gjet çfarë del. Po, Lumbar Zariçi është një shok i jam me cilin luaj futboll që një më shumë se 15 vjet. Okej. Ky termini të hënës për cilin ai po përmend është termini vetëtimës, ashtu veçim një grup shoqënor që kemi për terminet e futbollit që ekziston që një 20 vjet. E që sa se keni mujtë? 21 vjet ekziston termini, jo, ekziston termini që 21 po çdo të hënë. E organizon një njeri që është jashtëzakonisht i pasionuar me futbollin, po me sportin përgjithësi, Albion Curri. Cilin shpresoj, po më shpresoj rastin me përshëndet, edhe Lumbar Zariçi edhe plot të tjerë janë pjesë atij termini që një kohë shumë gjatë, unë personalisht luaj me ta prej vitit 2009, që 15 vjet çdo të hënë çmoj,
Edhe pse kohëve të fundit pak jem plak, po lëndona pak më shpesh. Tash i shohim sfidat. Do të thonë që moj, kështu shumë fort i sigurt se s'kena fitu moti ndaj tëne po. Okej, e mur përgjigje më rëndësi. Edhe kena një pyetje prej kolegës, Alba Morina, po pyet vete a më ka kolegë në matë qartën edhe matë zeshmen. Po, Alba po, patjetër që po, edhe Albën edhe shumë kolegë të tjerë në Federatë Futbollit, patjetër që po. Matë qartën edhe matë zëshmën po, definitivisht. Matë qartën edhe matë zëshmën po. Ma qarta është sigurt. Ma qarta edhe matë zëshmën. Spaku brenda federatës, po. Edhe pse shoqen më të mirë në federatë, edhe prej gjithëve, pa dallim gjinie e kam dorën tim vetajnë që është përgjegjëse për projekte zhvillimore të federatës, edhe me cilën kam lidhje shumë të mirë kolegiale dhe shoqënore që për ditëve të para në federatë. Shkuz dashun, kjo ke intervista me Bajramin dhe pyetjen nga publiku. Na kena më vazhdu me sfidat, ta shohim Bajrami është faljetari se ai shoku i tij tha që po hub shpesh. Bajram, faleminderit. Faleminderit, ishte kënaqësi.